Në një studio brenda pallatit Hampton Court në Londër, qëndistarët po punojnë me saktësi mbi monogramin e mbretit Charles III, i cili do të zbukurojë perdet e reja të skenës në shtëpinë mbretërore të operës. Ky punim i arti realizuar me fije të shëndritshme ari mbi kadife të kuqe, shënon zëvendësimin e parë të perdeve pas 27 vitesh, duke pasuar ato që mbanin simbolin e mbretëreshës Elisabete II. Mjeshtrat e shkollës mbretërore të qëndisjes po përdorin një kombinim të makinave digjitale për skajet e mpreta dhe qepjes me dorë për detajet komplekse, si kurora tudor, perlat dhe efektet e gëzofit. Mark Dier, një nga qëndistarët e larta, shpjegon se çdo qepje duhet të jetë jashtëzakonisht e sigurt, pasi perdet do të jenë në lëvizje të vazhdueshme gjatë mira shfaqjeve që priten në të ardhmen. Projekti ka një karakter të spikatur ndërkombëtar, pasi pas përfundimit të qëndisjes në Londër, materiale dërgohen në punishten Gerriec, në Vogelsheimë, në kufirin mes Francës dhe Gjermanisë. Aty robaqepësit monitorojnë simbolet mbretërore mbi perdet gjigande të bëra nga kadifja speciale Mohair. Menaxheri i projektit Andreas Fremk thekson se ky është një projekt i mirëfillt europian që bashkon dizajnin britanik me prodhimin gjerman dhe francez. Perdet janë projektuar me 4 shtresa pëlure për të garantuar izolimin akustik midis skenës dhe publikut, duke peshuar dhe mbuluar një hapësirë prej rreth 10 metrash lartësi. Vëmendja ndaj detajeve është maksimale, veçanërisht për faktin se sot shfaqjet transmetohen drejt për drejt me kamera të cilësisë së lartë që kapin çdo element nga afër. Për këtë arsye, stafi i shkollës mbretërore të qëndisjes ka punuar me dorë për të krijuar rrudha natyrale në kadifen e kurorës dhe për të pasuruar pamjen e gurëve të çmuar. Këto perde të reja monumentale, të cilat përfaqësojnë një epokë të re për institucionin prestigjioz të Londrës, do të zbulohen zyrtarisht për publikun në 14 maj, gjatë galasë së pranverës.